Përshëndetje, nxënës të dashur. Jam unë, mësuese Arjeta Qeliku Mustafa, pra shkollës fillore Sande Shterjoski në Kërqovë. Sot do të flasim diçka më ndryshe, rreth njësisë mësimore, çka është kjo? E cila njësi është në faqen 9 në librin e gjuhës shqipe për klasën e dytë. Si zakonisht, janë disa qëllime, sepse duhet ta zhvillojmë këtë njësi mësimore. Si? Të dallojnë pjesët e trupit, të numërojnë pjesët e trupit, të dimë se për çka shërbejnë pjesët e trupit. Këtu kemi paraqitur disa vizatime, me anë të cilëve do të dallojmë dhe njëkohësisht do të numërojmë pjesët e trupit. Çka është kjo? Kjo është dora. Këto janë duart. Kjo është këmba. Këto janë këmbët. Ky është syri. Këta janë sytë. Ky është veshi. Këta janë veshët. Tani, nxënës të dashur, do të shohim se për çka na shërbejnë këto pjesë të trupit, duke filluar nga duart. Këto janë duart. Duart na shërbejnë për të prekur gjëra, për të ngrënë, për të shkruar. Ne me duart bëjmë punën që dëshirojmë. Gjithashtu, duart na shërbejnë për të notuar. Me anë të duarve, ne i ndjejmë objektet. Duart harxojnë më shumë energji se sa këmbët. Ne me duart bëjmë ushtrime të ndryshme. Këto janë këmbët. Këmbët na shërbejnë për të lëvizur, për të vrapuar, për të luajtur futboll. Ne me këmbët mund edhe të notojmë. Gjithashtu, me këmbët ne vallëzojmë dhe me këmbët ne rrim në këmbë. Këta janë sytë. Ne me sytë shikojmë. Sytë na ndihmojnë për të dalluar ngjyrat, për të parë veprimet. Na ndihmojnë për të lexuar. Sytë e fillojnë punën prej kur zgjoheni ju nxënës të dashur dhe mbarojnë punën kur ju duhet të bini në gjumë. Këta janë veshët. Veshët na ndihmojnë për të dëgjuar. Me anë të veshëve, ne dëgjojmë zëra të ndryshëm, të këndshëm dhe të pakëndshëm. Veshja është shumë i fortë, por është edhe vend shumë i ndjeshëm në trupin tonë. Nxënës të dashur, tani do të lexojmë një vjersh për këto pjesë të trupit që i thamë më lart. 1 dhe 1 bëjnë 2. Të gjithë kemi nga 2 sy, nga 2 sy për të parë, nga 2 duar për të larë, nga 2 këmbë që të ecim, e që rrugës të mos ngecim, nga 2 vesh për të dëgjuar, gjithë mirësinë për ta mësuar. Tani juve nxënës të dashur, ju mbetet për detyrë që të vizatoni pjesët e trupit që përmendëm dhe t'i ngjyrosni ato. Ju faleminderit për vëmendjen.